Sekreti i elementit të pestë. Kush është elementi pestë? Tani po ja u tregoj. Jam i bindur që do t'ju pëlqej kjo video, kështu që dëgjojeni deri në fund, nuk ju kushton asgjë dhe në fund do dëshiroja një komentim tuaj. Një shoqja jon na shkruan, pikërisht pra sepse i kam folur edhe për elementin e pestë. Ajo na ndjek prej vitesh, po mua më bëhet qefi kur na thot fjalë të bukura, fjalë të mira dhe për më tepër ajo ka gjetur atë levën, si quhet, levën e Arkimedit, nga këto video që ne bëjmë këtu dhe nga informacionet tona. Ose mirë, si flasum në mënyrë plurale, më bën komplimente që thot fal teje, thot kam arritur thot të bëj diçka në jetën time. Dhe kjo është unë mendoj që gjithsekush nga ne ka një detyrë. Dhe unë mendoj që ky është misioni im. Dhe në këto raste mua më bëhet zemra mal, sepse një zonja jon, pra një shoqja jon shqiptare, ka arritur sukses pikërisht pra duke u bazuar në disa fjalë të vogla, sepse duhet të dini që njeriu i madh dhe punën e madhe nuk e bëjnë gjërat e mëdha. Jo, janë gjëra të vogla. Dhe tani po ju tregoj sekretin e elementit të pestë. Kush është rastësisht si gjithmonë le të bëj like faqes që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi përbashkë. Do t'i tregoj diçka vërtet interesante. Para disa viteve, përpara se të lija profesionin tim pra si iluzionist, merreni me mend. Unë e kam mbyllur këtë karrierën time me një show të quajtur Il Quinto Elemento, pra elementi i pestë. Nuk është një rastësi sipas mendimit tim, dhe unë nuk e bëra sepse isha i detyruar. Jo, ishte thjesht një rastësi se si unë zgjodha, sepse meqense isha futur studimeve, zgjodha që të bëja një show të tillë. Do t'ju them se pse zgjodha këtë. Atëre, unë e kisha filluar, si shumë prej jush e din, që nga vitet 2002-2003 që të shkruaja disa tekste dhe në fund u bën libra, por me kalimin e kohës, pastaj kur filloi emisioni nga viti 2011, unë kisha kohë që kisha shkruar dhe i shpalosa të gjitha ato mendime që kisha në emisionin Enigma. Dëgjojeni me kujdesën, nuk jam i shpërndar, sepse kam lexuar shpesh dikush nuk arrin që ta ndjek deri në fund videon, edhe kujton se unë kam humbur fillin gjatë bisedës sime, kur nuk e harroj atë që kam për të thënë. Kështu që ka disa që ndoshta nuk arrin që ta kuptojnë, sepse unë e fillova me elementin e pestë dhe do ta mbaroj këtë bisedë me elementin e pestë. Por çdo gjë që gjendet brenda këtyre informacioneve ka të bëjë pikërisht me elementin e pestë. Thash do t'ju japi kurajo dhe do gjeni vetvete në këtë që do t'ju them tani. Jam i bindur. Juve nuk ju kushton asgjë. Unë atë që di po ja u tregoj. Ndoshta nuk jam perfekt, por mundohem që t'ju informoj. Dhe po thosha, e fillova krejt rastësisht, meqense unë kisha bazë informacionesh, thash do bëj elementin e pestë, pra il quinto elemento. Nuk do të ma priste mendja kur që elementi 5, pra il quinto elemento, do t'ishte spektakli më madhështor që unë kam realizuar deri tani. Pse e them madhështor? Ndonë se ishte një one man show, pra unë vetëm me një valigje, shkoja dhe bëja spektaklin il quinto elemento. Por ndonë se ishte kështu, pra nuk kisha asistent shumë, një asistent kisha, nuk kisha asistent kush e di se çfarë, të bëja numër të mëdhenj, të zhdukja, apo të prisja, apo ku ta di unë. Jo, por i thjesht. Por shumë inteligjent, pra një show mjaft inteligjent, që bazohet në 4 forcat e natyrës, pra uji, zjarri, toka dhe ajri. Por elementi 5, kush është? Pra, unë po ju lë disa sekonda për të kuptuar me një fjalë kush është elementi 5. Ju them edhe njerë, 4 janë forcat e natyrës, dhe këta 4 element janë thelbësor për jetën në planetin Tokë. Pra uji, toka, ajri dhe zjarri. Tani dikush ju do thotë, po çfarë është, kush është elementi 5? E thjesht, duhet të dini diçka që unë nëse do ta bëja këtë bisedë në italisht, sepse kështu lindi formamenti sim dhe këto studime i kisha bërë në italisht, ju garantoj që do ishte shumë herë më thjesht për mua, dhe ndonse shpeshherë ndjej edhe cungime të shprehjes në shqip, sepse janë ngulitur në trurin tim në gjuhën italiane. Ndoshta dikush nga ju do thotë, nuk është mirë. Është kështu apo është ashtu, ne nuk mund të vendosim ne, sepse është mendja ajo. Pra unë i kam studiuar të gjitha në italisht dhe është e vështirë që mendja ti përkthej automatikisht në moment, me një fjalë duke i folur. Kur unë flas shumë rrallë për këto argumenta, në këtë rast për elementin e pestë.
Dhe po thosha, e fillova krejt rastësisht. Pra e fillova që të bëja një one man show, pra një one man show që është, për ata që nuk e din one man show, si që thash është një show i një njeriu që futet në sken dhe bën nga fillimi deri në fund show-un. Pra unë bëja jo 40 minuta si bënin disa, por një orë, fix një orë, 55 minuta, një orë, nga fillimi deri në fund. E gjithë show i llogaritur deri në sekondën e fundit. Dhe kush është elementi 5? Elementi 5, përveç 4 forcave të natyrës, nuk është gjë tjetër veç se forca magnetike, ose më mirë forca e mendjes. Forca e mendjes së madhe, që është e universit, dhe forca e mendjes së njeriut. Dhe ky element, pra elementi 5, është ai më kryesori i të gjithë elementeve që normal që të gjithë elementet tjerë pa zjarri nuk mund të jetonin, pa ujë nuk mund të jetonin, pa oksigjeni nuk mund të jetonin, etj. Por elementi 5 është thelbësor sepse na bën që të jemi të ndërgjegjshëm. Ne fal vibrimeve, fal frekuencave, ne kuptohemi mes njëri tjetrit. Unë flas sepse nëpërmjet vibrimeve, unë shikoj nëpërmjet vibrimeve. Pra perceptimi është nëpërmjet vibrimeve. Dhe e gjithë kjo fal pra fushës magnetike, fal mendjes së madhe, pra elementit të 5, vibrimit. Vibrimi është elementi kryesor që bën të gjitha speciet të komunikojnë. Por çfarë është vibrimi dhe çfarë është elementi 5? Thash, nëse ta bëja këtë në italisht, më falni nëse kam ndonjë lapsus ndonjëherë, por ne do të futemi në thelb të elementit të 5. E kam të gjithën këtu, kështu që shpeshherë edhe hidhem nga një vend tjetër në këtë rast, por gjithmonë tek elementi 5. Elementi 5 duhet kthyer pak disa metra më mbrapa, sepse ne duhet të dimë që ne triumfi më i madh i njeriut ka qenë pikërisht ndërgjegjësimi. Nëse ne nuk do të kishim ndërgjegjësim, pra ne jemi të ndërgjegjshëm që jetojmë, pra unë di që unë jetoj si për shembull Kartezi që thoshte cogito ergo sum, unë jam dhe për këtë pikërisht duhet të mendoj nga vetja, pra me vetveten, dhe kjo do të thotë që ne, secili nga ne është mbret, secili nga ne është i zgjuar, secili nga ne është i aftë për çdo gjë. Është i aftë me një fjalë të komunikojë, me telepati, është i aftë të lëviz objektet, ndoshta ju duket shaka, është i aftë që të jetë i zgjuar, është i aftë që të bëhet milioner, është i aftë për të bërë noter i mirë, është i aftë për të bërë për të qenë i bukur, për çfarë të doni ju. Por ka një sekret. Sekreti qëndron në bindjen e mendjes tënde të asaj që ti dëshiron të bësh. Ç'do të thotë kjo? Nëse unë nuk do të bindja mendjen time që unë jam iluzionist i mirë, nuk do të shkoja asgjë kundi, nuk do të mbrija në Rai apo në Mediaset, nuk do të bridhja botën si iluzionist. Do të isha i rëndomt, për shkak sepse nuk kisha bindur vetveten. Por unë binda vetveten dhe nga momenti që unë binda vetveten, normalisht, pra në mënyrë automatike, ti binde dhe të tjerët, sepse ti je i bindur kur flet. Nëse keni vënë re, do t'ja bëjmë kështu më thjesht. Nëse flisni me dikë dhe ai është i sigurt kur flet, është i sigurt qoftë që u jep punën apo që ju varreni nga dikush, pra nga ky njeri, ai është i sigurt në mënyrën e të folurit, se si çfarë bën çdo gjë, e bën me pika, pra ti duhet bësh këtë, ti duhet bësh këtë, dhe unë di çdo gjë, ti ja të pagova dhe tjerë. Ti kur shikon një njeri të tillë dhe shikon dikë tjetër, pra me të njëjtin zhanër, që edhe ky tjetri është drejtues i një kompanie, por ky është gjithmonë i plogësh, nuk kthen përgjigje, apo është, për shembull, nuk ka besim edhe tek puna që bën etj. Ju padyshim do ikni nga ky. Do qëndroni tek ai që është më i sigurt, sepse ju siguron punën juve, ju siguron të ardhurat. Pra, ju bëra një krahasim të thjeshtë për të kuptuar që nëse ju nuk bindni mendjen tuaj, nuk shkoni asgjë kundi. Pra, bindja e mendjes suaj, në momenti që ju keni bindur mendjen tuaj, keni bindur edhe të tjerët. Sepse sa është në përqindje kjo, sa më shumë përqindje në bindjen tuaj keni, aq më përqindje do keni në sukseset tuaja. Pra ju suksesi arrin vetëm nëpërmjet bindjes, kryesisht. Pse kjo? Sepse ti në momenti që bind vetveten, ti nga ky moment jep jo vetëm vrull, por ti kërkon që të gjesh e ke gjetur ekuilibrin, por ti kërkon që të gjesh disa sekrete, të zbulosh disa sekrete që të qëndrosh aty ku je, ose të zbulosh gjëra të tjera që të ecësh më mirë përpara. Sepse
ti je i bindur që e bën. Dhe nga momenti që ti je i bindur, ti padyshim do gjesh zgjidhje që të arrish në destinacion. Pra kjo është bindja që ti ke bërë në vetvete dhe bindje edhe të tjerët për të arritur në destinacion. Dhe me pak fjalë, kjo është forca jo personale, por është një forcë, le të themi, universale. E quajtur pra frekuenca, ose më mirë, elementi 5. Pse e quajta kështu, pra, në programin që bëra, në atë show-un që bëra, që thash, unë e bëra për një vit, sepse zakonisht për tërë jetën kam bërë gjithmonë kështu. Bëja një show, i jepja një emër, çdo vit, bëja publicitet dhe pastaj shkoja ku më pranonin që të bëja spektaklin. Jepja një çmim spektakli dhe kështu bëja gjithmonë. Dhe edhe kësaj radhe bëra të njëjtën gjë, por kësaj radhe pa asistent, pa një asistent që kisha vetëm vinte muzikën dhe kaq dhe bëja vetë show-un. Dhe nga fillimi deri në fund bëja me një show me zjarr, pra me zjarr, duke luajtur me zjarrin, disa gjëra të bukura gjithmonë të iluzionizmit. Bëja disa gjëra me ujë, pra spektakle me ujin, dhe pastaj me rërën, bëra dhe spektakli me rërën gjatë gjithë kohës, dhe që flisja për elementin e tretë dhe që është toka nga të ku lindi, nga balta që lindi njeriu e tjerë, dhe me atë rërën që shfaqet nga zeroja kështu edhe mbush të zonën aty me rërë e tjerë. Megjithatë, po thoshja që në fund fare pastaj bëja një show që bindja të gjithë me fjalë vetveten e tyre me një show që ishte elementi 5, pra që ata të vinin në punë elementin e 5 në mendjen e tyre, pra forcën e mendjes. Dhe po them këtës, ja u thash këtë, ja u tregova, pikërisht pra, sepse në qoftë se për ju, po e them, në qoftë se ju nuk bini me qenë se është dita e fundit e vitit, si ju thash, me qenë se ju gjendeni këtu, në këtë faqe, dhe jemi miq tashmë, sepse tani jemi bërë miq. Shkoj, po thuaj, 1 vit e gjysmë, 2 vjet që gjendemi këtu dhe bëjmë video për ditë, duke u informuar për çdo argument, dhe ky mendoj që është argumenti kryesor për ju, direkt për secilin prej jush. Sepse në qoftë se ju nuk do bindni veten tuaj, nuk do të keni sukses 100%. Suksesi, si që thash, vjen duke bindur vetveten tuaj, duke qenë të aftë, duke thënë që po, unë do të arri. Dhe nga momenti që ti bind veten, nga i momenti i gjen rrugëzgjidhje për të arritur në destinacion. Dhe këtu ke zbuluar pa dashje elementin e 5. Pra e ke zbuluar pa dashje, pse? Sepse ndonë se dikush nga ju nuk e beson, ti me anë të atyre frekuencave që thash, nuk ke hipnotizuar vetëm vetveten, por e ke hipnotizuar dhe ata që janë përreth teje. Dhe të gjithë ata që janë, ai është bravo, ai është i mirë, është punëtor, është bën këtë, dhe dal nga dal këto frekuenca shpërdahen. Pra, me pak fjalë, ti edhe në fizikën kuantike tregohet që si ai efekti domino, pra efekti shkak pasojës në fizikën kuantike. Dhe pikërisht për këtë, unë po ju them që elementi 5 është gjëja më e rëndësishme që kam folur ndonjëherë në të gjitha spektaklet e mia, dhe sot në ekskluziv për ju tregoj për elementin e 5, sepse e përsëris edhe një herë, nëse ju nuk besoni në vetvete, që në fund fare është besimi, pra bindja në vetvete. Nëse ju nuk besoni në vetvete dhe nuk bindni vetveten, nuk keni për të arritur suksesin ashtu siç duhet. Mund të vijë suksesi, por nuk do të jetë maksimum. Pikërisht sepse nuk i përkushtojeni 100%. Pra nuk e keni bindur vetveten për këtë. Dhe pikërisht ky pra është elementi 5. Frekuencat arrin atje ku ti nuk e mendon. Pra përveç se hipnotizove vetveten, ke hipnotizuar dhe të tjerët përreth. Pikërisht ky është elementi 5. Tani do të dëshiroj një komentin tuaj, çfarë mendimi keni për këtë argument, dhe tjetra që është akoma më e rëndësishme. Sot është dita fundit e vitit dhe unë dua t'ju falenderoj nga thellësia e shpirtit që kemi qenë edhe kemi kaluar gjithë këtë vit bashk, dhe do të dëshiroja secilit prej jush t'ju lexoja një koment, kush sheh këtë video, një koment, nuk ju kushton asgjë. Do ju falenderoja për këtë, pa mas, kush ka kohë, nuk diskutohet, që të më uroni dhe unë t'ju uroj gëzuar 2026, dhe shpresojmë që viti 2026 jetë më i bukur se ky 2025. Dhe ju uroj veç suksese shqipe, kudo që t'jeni. Ju dua fort. Hajde, kalofshi bukur sonte.